Përshëndetje të gjithëve, unë jam Dorina Shamo, sipërmarrëse e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Van Med distribucioni pajisjeve të mjekësisë estetike. Kemi vendosur të bëjmë një podcast dhe ky episodi i parë dua shumë që ta ndaj me ty Mikena dhe duke të falenderuar që ti je pjesë e këtij podcasti. Të parë për të mësuar të gjithë historinë e Fronterës, si lindi ajo dhe eksperiencën që ti ke pasur më herët. Mikena, ti ke vite që punon në këtë sektor dhe ke ndërtuar këtë brand. Pse quhet Frontera? Ishte një emër që unë doja të kishte jo nga këto klishet lidhur thjesht me bukurinë ose por ndërkohë dhe një emër që të mbaje mend. Dhe bëhet fjalë për 98-ën 2099 që Frontera lindi një ide që si kufi për diçka më tepër, diçka më të bukur. Erdhi dhe nga fakti që në atë kohë akoma lëviznim në për botë me viza, me gjëra dhe unë mbaj mend që kemi vujti çik për të shkuar për të bërë këto trajnimet e gjërat e tjerë, por pikërisht prej këtyre kufive. Dhe Frontera lindi nga kjo gjë, domethënë si kufi për më tutje, domethënë për më të bukurën, për më të mirën dhe po ndërkohë ishte edhe emër i mbajtur që të mbaje mend kollaj dhe mos ishte klishe. Ka dhe një shprehje që ja ke bashkangjitur kësaj logoje, këtij emri. Të lindesh e bukur është fat, të bëhesh është frontera. Po. Atëherë, edhe kjo ishte përsëri në atë kohë, akoma nuk ekzistonin shumë këto sloganet ose si më thënjet që përfaqësojnë një kompani, por unë më kishim bërë përshtypje një dy në ustimet e mia që një dy kompani që kishin nga një mision të kështu, fjali tip filozofie të tyre dhe thash dua ta bëj diçka të tillë dhe jemi ulur me mikeshën time të asaj kohe dhe këtë hiq një fjalë, hiq një pjesë, derisa lindi kjo fjalia që prezantonte kuptimin ose më mirë filozofinë time të atëhershme. Dhe u bë më e madhe edhe se emri vetë, domethënë, ose emri një pjesë e mirë përveç punës që ne kemi bërë, mbahej mend nga kjo thënie shoqëruese. Edhe unë, arsyeja kur e bleva dhe më thanë të gjithë që ti duhet ta ndryshosh emrin, pikërisht për këtë, sepse të gjithë e dinin, ishte një logo e njohur, një emër i njohur, një fjali, një thënie shumë e bukur që për të gjithë ishte në memorien e tyre dhe kjo ishte edhe arsyeja pse unë nuk e ndryshova. Po sa e vështirë ka qenë në ato kohë, kur rregullat nuk ishin akoma të qarta. Ndonjëherë është mirë kur ti je i pari në diçka, por është dhe vështirë sepse duhet të edukosh në pjesën më të madhe. Vërtet. Sa e vështirë ka qenë për ty? Që të bëj vetëm një institut për fytyrën ose për trupin, në atë kohë ishte pa konceptueshme. Do të thënë unë vetë e pash për të parë në Itali këtë gjë dhe prandaj u mrekullova dhe ndrova, si më thën, rrugtimin tim nga mjekësia në estetik, pikërisht për këtë lloj gjëje, por nuk mund vije në Shqipëri në atë kohë dhe të bëje kot sikur po bëje një biznes edhe të sillje njerëz për fytyrën apo për trupin, pra për lëkurën, se dinte njëri dhe s'të kuptonte. Kështu që u detyrova që ta lidhja dhe me flokun, domethënë floku nuk ka qenë asnjëherë qëllimi im primar kur është krijuar, por më duhej që të sillja njerëzit dhe të mrekulloja njerëzit me të gjitha bashkë. Po, ishin disi të mësuar. Por në të tëra këto gjëra duhet që të sillnim një gjë gjithmonë, domethënë duhet sillje gjërat, gjithmonë duhet sillësh gjëra ndryshe, por bëhet fjalë në kohën kur ti nuk ishe asnjë Instagram o gjithë to informacione të ndryshme reklamimit dhe ne duhet udhtonim, domethënë çdo 2 muaj unë mbaj mend atëherë që udhtoja vetë me stafin tim që të shihnim një gjë të re dhe një teknik fare modeste, duhet të shkonim ta shikonim ta mësonim jashtë. Dhe kjo ishte vështirë.
Po ndërkohë na dha mundësinë që dhe të ndryshonim nga të tjerë, domethënë që nuk e bënin këtë punë dhe ne lëviznim shumë. Duke sjellë risi, padyshim, Duke në sjellë tregun risi atë kohë. në atë kohë dhe duke kombinuar të dy gjërat. Dhe ndërkohë, për shembull, vështirësi tjetër është që mua më solli dhe njëri nga bizneset e tjera të mia ishte dhe gjetja e një produkti të mirë. Domethënë në atë kohë unë ndërtova këtë gjë ne kështu po vuanim për një produkt të mirë që të ishte në nivelin çfarë ne ofronim ose kush ishte targeti i klientelës që duhet i shërbenim. Dhe si rrjedhoj e kësaj unë detyrova që të shkoja vetë dhe pastaj më thënë furnizime për një sallon nuk mund të bëje. Pas kush të duhen numra. U futa distribucioneve të disa brendeve që unë përzgjodha dhe kështu se kisha ide në fillim fare. Dhe sot i ke disa kompani që të bëjnë distribucion në Shqipëri. Po, kemi përfaqësi të disa kompani brendeve, të cilat i kemi prej vitesh që i përfaqësojmë, shtojmë të reja, domethënë, për shembull në fushën. Kush janë ato? Për shembull në lëkurë mu desh të cilja diçka nga Parisi, që është Matis Skincare. Në fushën e make-upit mu desh të fusja një produkt brand gjerman që është Ardeko. Pastaj mu desh në flok. Gjithashtu jemi marrë me disa brende të mira. Në vitet e fundit kemi përzgjedhur edhe një brand luxury selektiv që është Balmain Hair Couture. Balmain Hair Couture ishte dhe arsyeja që na çoi në një zgjedhje biznesi për të lënë fronterën. Se kjo do ishte pyetja që unë do të bëja. Pse ne e lanë fronterën? Po, atëherë, në një moment, diku nga 2017-18, mbas shumë kohë që unë i vija nga mbas, morëm atë okejn për ta futur Balmain Hair Couture-in të ishim përfaqësues në Shqipëri, por brendet selektive kanë ca rregulla, imazherie, kushte etj. Dhe ne duhet keni çdo imazh të më përparshëm, të bërë mirë ose keq, ata nuk e marrin shumë në parasysh. Dhe duhet krijonim një flagship dhe një imazh dhe një përfaqësi totalisht sipas disa kritereve që ata janë prezent në gjithë botën. Vendosëm që Frontera kishte bërë ciklin për të cilën u krijua, pati majat, pastaj qetësinë e vet etj. Tani ishte koha që ose më mirë duhet të merreshim me këtë imazhin tjetër. Një përfaqësi më të madhe, për një sipërmarrje më të madhe se sa ishte Frontera në atë kohë. Por gjithmonë na dhimbte kjo e lëna e këtij emri, prandaj ne domethënë e lam, por me idenë që ta merrte dikush që duhet ta çonte në të tjera nivele, domethënë. Dhe duhet që të vazhdonte historia. Dhe janë shumë epi që ti kemi në një dimension tjetër, por gjithmonë akoma më të bukur, kështu që ne të dyja kemi dhe një njeri të ndërmjetëm që blen biznesin nga ty dhe pastaj ai e kalon tek mua. Dhe kjo bën që ne të dyja të njihemi për një arsye tjetër, që ne blejmë pronën dhe unë për tu zmadhuar Frontera kërkoj një pronë. Dhe nuk e harroj dot përgjigjen që kam marrë nga ty për të marrë një çmim fare të ulët në atë kohë, për mua ishte një investim shumë i madh, por ndihma që u bë nga ana juaj dhe përgjigjja ishte sepse ti mbajte Fronterën, sepse ti e rrite Fronterën, dhe çmimi që ju më dhat ishte fare i ulët për kohën që unë bleva pronën, dhe kjo është dhe arsyeja që ne të dyja njihemi. Pas disa vitesh ti futesh përsëri në sektor me qendrën tënde prive. Po, kjo ishte kushtet që ne duhet të krijonim. Për Balmain Hair Couture duhet krijonim këtë si më thon flagship akademi për flokun, që t'ishte çdo gjë Balmain, çdo gjë me ngjyrat e tyre, me logot e tyre, me nuancat e tyre, me mënyrën e të punuarit të tyre dhe
kjo gjë na detyroi. Domethënë duhet të rifutim dhe shërbimin, sepse normal ne merreshim Duhet bërë pjesa praktike, pjesa teorike, duhet një qendër të mbështetej. Gjitha kjo, domethënë dhe të krijohej, si më thon, mënyra se si bëhet, punon dhe sipas standardet e tij etj. Domethënë pra ishte si vendi ku duhet dhe ku tregohej si duhej bërë ajo gjë, kështu që detyrimisht duhet ta rihapnim shërbimin. Ka një zonjë tjetër që futet në lojë të jetës jote, që është Merita. Po. Një zonjë rumune që unë e kam njohur bullgare, okay, yes, që futet në pjesën e parukerisë. Po, ambulante. Si ka qenë raporti juaj? Po ne ishim shoqe përpara dhe domethënë kur je në biznes, po ti është një çik open mind, domethënë njerëzit, për mendimin tim, domethënë njerëzit sjellin fuqi, domethënë bashkëpunimet sjellin fuqi, ti rritesh më shumë, fitohet, kështu që bësh më i madh, shkurt muhabeti, domethënë, kështu që nga shoqja ne ajo fut në bashkëpunim bashkë të dyjat, edhe kemi vite që jemi. Sa e vështirë është për ty si nën? Në këtë punën e madhe, se patjetër ky lloj unë jam pasuese e jotja e këtij sektori dhe ka vështirësi patjetër në orët e gjata, në kërkesat që kanë klientë, gjithmonë të përmbushur, sepse ne ofrojmë shërbime dhe fakti që japim shërbim ka vështirësi, e gjithmonë në pikën fundore të klientit. Jo të gjithë janë të kënaqur dhe ne na sjell patjetër efort shumë të lartë për të zhvilluar, për të përmirësuar, për të marrë trajnime jashtë, për të sjell trajnues nga jashtë këtu. Por kjo janë orë të gjata që ti merr nga familja. Po, është vërtet. Edhe kur kanë qenë vajzat e vogla, kam 2 vajza, më vjen keq domethënë që janë rritur me babysitter, me nënat, në qarkullim e tjerë. Po, të mundohesh të gjesh atë rregullën e artë që ekuilibrin, balancën midis ato orët të jesh pastaj me to, domethënë atë ditën që ti merr ti shijosh. Edhe kjo më shumë më vjen keq që nuk kam shijuar atë beben ose rritjen e tyre etj. Por megjithatë domethënë si e shikon ti estetikën sot? Sepse ka ndryshuar shumë gjëra dhe nuk është më vetëm estetikë e thjeshtë, është estetikë e avancuar, lojtarët janë të ndryshëm, qendrat janë bërë të panumërta, patjetër dhe distributorët apo produktet tashmë janë të gjithë çfarë janë multinacionale sot janë të paraqitura në Shqipëri. Si e gjen ti këtë treg? Atëherë, estetika, domethënë është një luftë e vazhdueshme dhe ka një ritëm të llatarshëm në ndryshime shumë sektor të tjerë. Në Shqipëri kam vërej që ne i kemi maksimumin të parën, ne jemi për dua më të mirën, dua më të lartët, që nuk e gjen kollaj në për Europë, për shembull, këtë lloj investimesh që kanë qendrat këtu, po ndërkohë ka dhe shumë abuzime. Domethënë jemi tregu besoj i të gjithave, si të abuzimeve, si të maksimumeve që ofrohet nga kjo fushë. Mendon që kjo vjen dhe për shkak të rregullave që nuk janë shumë të qarta, të këtij sektori të munguar prej vitesh dhe të elaboruar viteve të fundit për drejtë teknologjisë masive, sepse bota ka kulturë tjetër, ka vite që operon për sektore, ndërsa rregullat po nuk të mbajnë vetëm rregullat, domethënë klienti po kulturohet vazhdimisht, po pretendon të çfarë po merr, domethënë tashmë është më i informuar, por është dhe influenca e këtyre gjërave, domethënë stili social media që ndonjëherë vetë ngataron ose të jep informacionin e gabuar, sepse domethënë kultura që krijohet nuk është nga, ku diun, një artikull i kuruar, i bërë, i menduar, është një influencer ose një që jep një mendim personal dhe të gjithë janë të drejtuar drejt. Po, ai mendimi merret për absolutisht i përfiton shumë nga gjithë këto influencat sepse ti përthith informacion. Patjetër. Dhe pastaj duhet ta çekosh se sa i saktë kanalizon se sa është i me certifikimet, me dokumentacionet, patjetër që kjo na mungon. Të pyesin çik më shumë para se të kryejë një procedurë të ndërhyjë, domethënë
i rekomandoj ose i këshillojmë që të pyesin edhe operatorin që kanë përballë, duke marrë informacion zgjeruar, jo vetëm emrin e produktit. Ose turp që ti të pyesësh çfarë është kjo gjëja, si më vepron. As mungesë besimi ndonjëherë, si mjafton është informacion dhe kulturë për vete. Që ti duhet të marrësh, sepse është lëkurë një produkt që futet në organizëm. Është dhe pak më afatgjat, domethënë, vetëm kot, një fije o një që ti fut në lëkurë. Pyet një çik si jam unë me këtë gjën, pas se më shërben mua në këtë kohë, në këtë moshë, në këtë lloj. Kush është si reagon indi im mbas 6 muajsh, mbas një viti, ose është si puna për shembull bën një tatuazh sot që je e re, po duhet bësh llogaritë që pas 15 vjetësh ti e ke në një vend që të ka rënë ose të ka lëvizur, domethënë ose të domethënë kështu gjë, edhe në fytyrë ose kur ti ndërhyn ose kur ti punon. Do bësh llogaritë një çik dhe me gjërat si do jem unë pas 10 vjetësh. Se si kjo si më ndërhyn në indet e mia ose në lëkurën time edhe një çik më vonë. Si të duket Frontera ose rikthimi jot tek Frontera për këtë intervistën pas kaq vitesh? Jam shumë e kënaqur që shoh një evolim shumë të bukur dhe më bëhet shumë qefi, domethënë që dikush me të njoh, nuk jemi shoqe, por të njoh, njihemi dhe domethënë vitaliteti jot, energjia që ti jep në gjë, më kënaq që ti ke Fronterën dhe do ta çosh, e ke çuar dhe do ta çosh më tutje, do krijosh dimensione të reja. Gja i ke krijuar dhe të falenderoj ku e ke çuar, mua më vetë se më bëhet qefi. Padyshim është bërë një dhe unë jam shumë e lumtur. Është bërë një punë shumë e mirë nga ju, që po bëhet edhe një punë shumë e mirë, sepse pavarësisht shkëputjes dhe një periudhe tjetër që pas jush e kishte dikush tjetër, ai nuk humbi si emër dhe nuk pati kur një keq përdorim të emrit. Dhe kjo për mua ka qenë një se është shumë e vështirë, mendoj që është më lehtë të hapësh një biznes nga fillimi se sa të ringresh një emër që është mbyllur apo i dështuar dhe ta ringresh nga fillimi. Ringritja është pak e vështirë, por ky ishte një emër që nuk kishte asnjë lloj vështirësie në emër. Dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Ajo ishte qëllimi që nga fillimi, domethënë unë gjithmonë kam punuar për emrin e të gjithës. Për vajzat e reja që janë tani dhe janë rishtazit dhe duhet të hapin një biznes në sektorin tonë, çfarë do t'i sugjeroje ose çfarë këshille do t'i jepje? Për mua krijohet një eksperiencë e profesionit dhe pastaj eksperienca në hapjen e biznesit. Çfarë do përmirësoje ti në sektorin tonë? Lufta që bëhet midis qëndrave, midis llojit tonë. Të ruhen ca nivele si më thon standarde që nuk do prekeshin. Mos degeneron të gjëja ashtu thjesht luftë midis kësaj dhe kësaj e tjerë. Megjithatë koha ose tregu vetë rregullon këto gjëra. Por mbi kopja është e vërtet që sjell në këtë luftë midis llojit. Sjell edhe nevojën mbase për të përmirësuar më shumë cilësinë edhe kjo ishte edhe arsye pse ne hapëm akademinë për të prodhuar kualitet. Bravo, sepse kjo është vështirësia që mund të jenë në treg në mënyrë të vazhdueshme. Për të gjetur operator në këtë, domethënë thuhen janë shumë qendra, por për të gjetur operator të trajnuar, të bërë mirë, domethënë është shumë pak. Unë të falenderoj shumë që ndave historinë e Fronterës me neve. Faleminderit Dorë, dhe ishte kënaqësi ta shoh Fronterën kështu.